Gaforia. Gafore, e keni dëgjuar ndonjëherë Ariana Sassinopoulos? Ja u them unë, është një gazetare dhe shkrimtare greke që është naturalizuar amerikane me emrin Ariana Huffington dhe që është themeluesja e The Huffington Post, një prej blogjeve më popullore në Amerikë. Ka lindur në 15 korik dhe është të qenjës Gafores. Në një prej artikujve të saj e shkruan: imagjinoni një drynë me një kombinim shumë të komplikuar, të përbërë nga 8 numra, edhe pse mund t'i dini 7 prej tyre, drynin nuk do të hapi kur në qoftë se nuk gjeni numrin e 8. Pra, është vetëm një 8 dhe duket si budallik, por pa të dryni nuk hapet. Të thot gjë ky shembull, o Gafore, burra grua qofsh, sipas mendimit tim, si Gafore që jam, në pozitat e astrologut kësaj radhe, ti o Gafore i ke gjetur 7 numrat e para, por nuk di akoma numrin e 8, dhe derisa ta gjesh, dryni figurativisht. Pra, problemi apo enigma që ke do të mbeten të mbyllura. Nuk di të them se ku do ta gjesh, por di të them që e ke para syve.